Rrugtimi për arsim dhe dije të shqiptarët nuk fillon më 7 mars 1888. Nuk fillon as me universitetet më të vjetra në tokat ilire, si ai i Durrësit, si ata që shkolluan dhe perandor e mbretër. Dija në tokat tona ka filluar që kur Zoti e bëri tokën tokë, e malin mal. Por arsimi dhe qytetërimi i ngjajnë diellit që kur lind ndriçon vetëm majat e maleve të larta. Me një dritë të zbehtë, por pa shkuar gjatë, i forcohet drita dhe nga shkëlqimi i tij përfitojnë përrejnd më të thellë dhe fushat e luginat. Ndaj, dhe ne shqiptarët kemi e do të përfitojmë çdo herë nga dija, siç thot dhe Sami Frosheri, nëse dëshiron të mbillesh për një vit, mbill misër e grur, nëse doni të mbillni për gjithmonë, mbillni arsim e kulturë. Prandaj, një mësues i mirë është thesar i çmuar për çdo shoqëri. Mësuesi është drita e shpirtit, ai ndriçon mendjen e fëmijëve me dituri dhe i mëson si të jenë njerëz të vërtetë. Një shoqëri e zhvilluar fillon nga një shkollë e fortë dhe nga mësues të përkushtuar. Urime 7 Marsi.
Ti